Lënga, fshat i njohur i vlehëve në zonën e Pogradecit, që në shekujt e kaluar konsiderohej ndër vetë banimet më të mëdha dhe më të zhvilluara të Krahinës, sot po përballet me boshatisjen e plot. Nga një qendër e gjallë me mijëra banor, kanë mbetur vetëm pak familje, që vazhdojnë të jetojnë mes vështirësive dhe mungesës së investimeve. Banorët tregojnë se pas viteve 90, emigracioni dhe largimi drejt qyteteve për një jetë më të mirë, e zbrazën gradualisht fshatin. Ata shprehen se sot mbijetojnë në kushte të vështira dhe se mungesa e shërbimeve bazë i ka bërë të ndihen të haruar nga institucionet. Nga 98 tash kemi ngelur 4 shtëpi. Shumë vend i bukur, shumë do investim, rruga, këto i kemi probleme. Presim sa më shpejt që të na i bëj shteti edhe kisat nga të dyja palët të bëhet një diçka e mirë. Gjithë këto shtëpitë e shembra kanë qenë gjithë familje. Ikën si për më mirë. Sikur shikon punën e tij dhe hallën e tij sot e tutje. Pse kanë ikur nga, si të themun, nga rrugë s'ka, shkollë s'ka, infermieri s'ka, plejt mos më keq, mundojmë të rojmë me të keq, të mbajmë familjen, mos shteti asgjë shtet, nuk njohim deri më sot asnjë shtet, nuk dim njeri të vi. Këtu edhe 36 vite demokraci. Kryeplaku i fshatit Kopi Kokoneshi thot se pasuria më e madhe që ofron sot Lënga është natyra e saj e paprekur, por mungesa e një rruge të përshtatshme pengon rikthimin e banorëve dhe zhvillimin e turizmit. Ai ngre shqetësimin edhe për dëmet mjedisore të shkaktuara nga hidrocentralet e ndërtuara në zonë, duke i cilësuar ato si një nga faktorët që kanë ndikuar negativisht në ekosistemin lokal. Biles dhe këto hecit janë ngritur, këta janë pa leje. Pa leje, janë futur pa leje. Këta e shkatruan kamionin, këta e shkatruan shkumbinin, komplet natyrën. Kam dërguar Edi Ramës, zonave të mbrojtura, asim përgjigje. Megjithatë, vitet e fundit ka edhe disa sinjale pozitive. Disa prej banorëve të larguar kanë restauruar shtëpitë e tyre të vjetra dhe i përdorin gjatë sezonit veror. Interesi për rikonstruktimin e banesave të tjera mbetet i lartë, por sipas banorëve, pengesa kryesore vazhdon të jetë infrastruktura rrugore, e cila ndër vite nuk ka njohur investime të rëndësishme. Pavarësisht historisë së pasur dhe potencialit turistik, Lënga mbetet sot një fshat që lufton për të mos u zhdukur, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje konkrete për ta rikthyer në hartën e zhvillimit.